Në një mëngjes të ndritshëm, vogël Lucia era po rrinte ulur në divan, duke mbajtur faqen me dorë. Mami, më dhem pak dhëmbi. Atëherë sot do të shkojmë tek dentisti. Jo, nuk dua, kam frikë. Era kishte dëgjuar shumë histori nga shokët. Dentisti të dhem. Kam mjete të frikshme. Dentisti është mik i dhëmbëve tanë. Zemër ai na ndihmon të kemi buzëqeshje të bukur. Pas pak, ata shkua në klinik era mbante fort dorën e mamit. Por sa po hyn brenda, gjithçka ishte ndryshe. Muret ishin plot me figura shumë ngjyrëshe. Një peshk i vogël lëviste në akuarium dhe një muzikë e qetë dëgjohej në sfond. Përshëndetje Era, unë jam doktori i dhëmbëve. A do të shohim sa të fort i ke? Era hezitoi pak, por doktori ishte shumë i sjellshëm. Shiko, kjo është si një pasqyrë magjike. Ai i tregoi një furçë vogël që bënte. Bzzz. Kjo është një furçë speciale që pastron super shpejt. Jo duket e frikshme. Nuk duket e frikshme. Gjatë kontrollit, doktori i fliste me zë të qetë dhe i tregonte çdo hap. Ja ku mbaroi, dhëmbët e tu janë shumë të mirë. Kam mbaruar, kaq shpejt. E shikon, nuk kishte pse të kishe frikë. Para se të largoheshin, doktori i dha Erës një ngjitse me një buzëqeshje të madhe. Ti ishe shumë e guximshme sot. Do vi përsëri. Tani nuk kam më frikë. Dentisti nuk është për tu pasur frikë. Ai është miku që kujdeset për buzëqeshjen tonë. Kur kujdesemi për dhëmbët tanë dhe vizitojmë dentistin, buzëqeshja jon bëhet më e fortë dhe më e lumtur çdo ditë.